Kur robi është në vetmi, Allahu jep qetësi. Për shkak se e ka ruajt fenë Allahut, e ruan lidhjen me Allahun, Allahu ja jep qetësi në shpirt. Dhe besoni, edhe e përmendi shpesh këtë fakt, sepse nuk jemi duke ja ditë vlerën kësaj. Shumë pak për muslimanëve e meditojnë këtë çështje. Qetësia e shpirtit është ushtari më i madh i Allahut në trupat tonë, edhe në jetët tona. Edhe Allah e ka trajtuar si ushtar. Allah thot: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Është Allahu ai i cili e zbret qetësinë e tij në zemrat e besimtarëve. Pra qetësia nuk është diçka që përfitohet, nuk është diçka që blihet, nuk është diçka që mundesh me vjedh për dikuj apo me marr. Jo, është diçka që zbret prej Allahut. Prandaj njeriu mund me pas miliarda të dur, mund me qenë njeriu më i famshëm në botë, madje edhe më i fuqishëm në botë, por jo detyrimisht me pas qetësi në zemër. Bile është e kundërta, nëse nuk janë rrugt të Allahut. Është Allahu ai i cili jep qetësi në shpirt. Liyazdadu imanan ma imanihim, për mja përforcu imanin e tyne. Ata kanë iman, Allahu do mja përforcu edhe ma tepër. Dhe në fund thot: "Walillahi junudus samawati wal ard." E Allahu ka ushtar në qiell e në tokë. Wa kana Allahu aliman hakima, e Allahu është i gjithdijshmi dhe i urtë i absolut. Pse Allahu e ka përmbyll këtë ajet me ushtarët e tij? Sepse qetësinë shpirtërore e trajton si një prej ushtarëve të tij. Edhe realisht kështu është. Derisa nuk ke paqe me vetveten, nuk ke qetësi me vetveten, sidomos kur jenë vetmi, sepse para tjerëve ne mund shtiremi se jemi shumë të qetë, jemi shumë komod, kemi rehati, mund të maskohemi, por kur jenë vetmi ti je vetvetja. Dhe nëse do me ditë a ke qetësi reale në shpirt dhe në zemër, këshyre veten kur jenë vetmi. Si po ndihesh kur jenë vetmi? A ke qetësi në zemër? Nëse ke qetësi në zemër, dije se Allah të ka parapritur ty me kujdes. Dije se Allah ka dash me ta pasuru ty këtë vetmi, edhe sikur krejt bota me ta kthy ty shpinën, ti je i qetë, je komod, je rehat, sepse këtë qetësi ta ka zbrit Allah. Je me Allahun, e kur Allahu është me ty, kush mund të jetë kundër teje? Por nëse Allahu nuk është me ty, kush mund të jetë me ty? Prandaj, besimtarë të nderuar, ruani këtë fjali pejgamberike sepse është mësim jetësor. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruani Allahun, pra ruani lidhjen me Allahun, ruani islamin tuaj, ruani fenë juaj, Allahun çdo herë do ta keni pranë. Madje do t'ju paraprij Allahu me udhëzim, do t'ju paraprij Allahu me kujdes, do t'ju paraprij Allahu me zgjidhje, do t'ju paraprij Allahu me mëshirë, do t'ju paraprij Allahu me xhennet.